أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Në emër të Zotit, më të mëshirshmit, më të mëshirshmit. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Qoftë i lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëjë çdo gjë. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ai ka krijuar jetën dhe vdekjen, për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ai është i plotfuqishmi dhe falësi i madh. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ai ka krijuar 7 qiej njërin mbi tjetrin. Nuk mund të gjesh në krijimin e të gjithëmëshirshmit kur farceni. Hidhe vështrimin, a shen ndonjë plasaritje? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Pastaj hidhe sërish vështrimin, sytë e tu do të kthehen të lodhur e të molisur. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ne jua kemi zbukuruar qiellin më të afërm me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bërë ato si predha për të larguar djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarr. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Kurse për ata që e mohojnë Zotin e tyre, dënimi është xhehenemi. Sa i shëmtuar është ai vendbanim. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Kur të hidhen aty, do të dëgjojnë ulërimën e tij, ndërkohë që ai vlon. Gati për të shpërthyer me furi. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sa herë që aty të hidhet ndonjë grup, rojtarët e tij do t'i pyesin ata, a nuk ju erdhi ndonjë paralajmërues? قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير
Po, do të përgjigjen ata, na kanë ardhur vërtet paralajmërues, por ne I quajtëm ata gënjeshtar dhe tham, Allahu nuk ka shpallur asgjë, ju jeni në një humbje të madhe. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ata do të thonë, si kur të kishim dëgjuar ose menduar, nuk do të ishim midis banorëve të zjarrit flakërues. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Kështu, ata do ta pranojnë gjunahun e tyre. Larg qofshin prej mëshirës së Zotit banorët e zjarrit flakërues. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Vërtet, për ata që I friksohen Zotit të tyre pa e para atë, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Sido që të flisni ju, fshehtas apo haptas, Ai e di mirë çka në zemrat tuaja. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. E si të mos di Ai që ka krijuar gjithçka, kur Ai njeh çdo gjë me imtësi dhe është I gjithinformuari. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ai jua ka bërë tokën të përdorshme, andaj ecni në përviset e saj dhe ushqihuni me atë që ju ka dhënë Ai. Si të ringjalleni, do të ktheheni tek Ai. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. A jeni të sigurt se kush është në qiell nuk do ta bëj tokën t'ju ka përdi, kur të filloj të dridhet pa pritmas? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. A jeni të sigurt se kush është në qiell nuk do t'ju çojë furtun gurësh? Atëherë do ta dini sa I frikshëm është paralajmërimi im. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Edhe ata që ishin para jush I quajtën gënjeshtar të dërguarit e tyre. Sa jashpër ka qenë dëshkimi im. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه
A nuk I shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si hapin dhe I mbledhin krahët? Askush nuk I mban ata, përveç të gjithëmëshirshmit, Ai, me të vërtetë, sheh çdo gjë. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Kush është ai që mund t'ju ndihmojë si një ushtri e tërë, përveç të gjithëmëshirshmit? Mohuesit janë prej e mashtrimit të shejtanit. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Kush janë ata që do t'ju japin mjete jetese, në qoftë se ai ju andalon ato? Por ata janë zhytur në kryenetësi e mendje madhësi. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. A është më mirë ai që shkon rrëshqana se kokullur apo ai që ecën ballë lart në rrugën e drejtë? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Thuaju, është ai që ju ka krijuar dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrat, e megjithatë ju pak e falenderoni. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Thuaju, është ai që ju ka shpërndar nëpër tokë dhe para tij do të tuboheni. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ata thonë, atëherë, kur do të vi ky premtim, nëse thoni të vërtetën? قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Thuaju, dijenia për këtë I përket vetëm Allahut, kurse unë jam vetëm një paralajmërues I qartë. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Kur të shohin dënimin për sa afërmi, fytyrat e atyre që mohuan do të zymtohen dhe, atëherë, do t'u thuhet, ja, kjo është ajo që e keni kërkuar të shpejtojë. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Thuaj, mendoni,
Në qoftë se Allahu më shkatëron mua dhe ndjekësit e mi apo na mëshiron, kush është ai që do t'i mbrojë jo besimtarët nga dënimi i padurueshëm? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Thuaj, ai është i gjithëmëshirshmi, ne atë besojmë dhe tek ai mbështetemi e ju, sigurisht do ta merrni vesh se kush do të jetë në humbje të plotë. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Thuaj, mendoni, nëse ujërat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sjellë ujë rrjedhës?